Ne o vëllezër shumë terma i dina, ama që ato në termave mi a kuptu manojën, taman nuk ja kuptojna. Me na vetë neve, qka tsunami? Krejti dina, hoqë, tsunami a shumë i keqë, bëhët një tërmet i madhë ndeti dhe kur të bëhën dalë, ka 20 metra, qka ka për para i përfshin. Po mirë be, qaj tsunami, a e kini po në cilat vene po bëhët? Ha? Pse nuk bëhët në dani ven në shkretina gjë ku ka deti, po bëhët në përdo vene ku ka cullak-lak, ku ka dhe thot belaja, ku ka harame. Dhe thot tsunami nuk bëhët rasisht, po tsunami ku e qonë Allahu, e qonë që ati qka i kanë te i kalu kufita Allahu dhul gjelal. Sukur shka i qojnë në përdo venet të Indonezis, sukur shka i dini dhe thot mas mirti. Por ka edhe një rnek tjetër, Allahu dhul gjelal kër e qojnë tsunamin atje, shkatërroj shka gjeti për para veti, ndërsa shtëpita Allahu dhul gjelal me të në kam. Duke mos i prek kur gjon, as një dalg, as një sen, as kur gjon. Nëse mu nuk më besoni, mendoj se një 80% për qëtinve ftyrave të cilat po i shof këtu, na për shtëpite tona kina internet. Hini në internet edhe këshini do thot damet e tsunamit, edhe shka nuk ka mujt do thot me prek tsunami. Janë këto fotografi shka i ka pa dunjoja krejt. E në Miami, a keni ngu për Miami? A gjë shka ka? Ka do erdnat mdoja, pëton, që kure ka shpijen këtë komplet ja qënë në hava. Aja është hidhnimi Allahu dhul gjelal. Ama atë hidhnimin qafiri nuk i ka zonë si hidhnim. Po shka thot, kjo është tornado. Do thot ere fort. Po pse be qatë erën nuk përna i qonë zoti deve këtu, po përjavë qonë atin vatje? Pse i kanë shlu kufita Allahu dhul gjelal. E kur i shlojnë kufita Allahu dhul gjelal, edhe qafir më konë, Allah e ban tërbije. Po edhe musliman më konë, edhe ata e ban tërbije, kur e shlon kufinin Allahu dhul gjelal. Pse? Sebe pisa është regull të cilën Allahu dhul gjelal e ka lanë në sipërfaqen e tokës. E ka bon insan, nuk e ka bon hajvan. Po edhe hajvanin, ani kër e ka kryue, ja ka ndreq bishtit. Pse insani nuk ka bisht? Se mlohet me tesha, s'ka nevoj për bisht. Ama hajvanit ja ka vlu një bisht. Pse? Me mlu pjesën e turshme të vetën shka e ka. E disa njerëzi, me sapë Allahu dhul gjelal ka më uqit edhe bishta. Sikur shka e ka qitë beni Israilive, që atëherë kër e kanë shkel ligjin e Allahu dhul gjelal, i ka bo majmuna. I ka bo majmuna, edhe kjo pun është e përmend në Kur'an. Edhe na thojna Darwini e ka pas shumë mirë, po veç nisen e ka dalashit. Nuk e ka njeri prej ardhën pi majmunit, po majmuni e ka prej ardhën pi beni Israilve. Dhe thot, njeri nuk e ka prej ardhën pi majmunit, po majmuni e ka prej ardhën prej beni Israilve. Prej kujna pi qatinve shka e kanë shkelen ligjin e Allahu dhul gjelal. Inshallah Allahu dhul gjelal në arun pi tinve. Për ata si e pro qaj, i cili e run vetë vetin dhe familjen e vete, ka më konë i shpërblim dunjat në ahiret. Ama qaj i cili mundohet me shkel ligjin e Allahu dhul gjelal, Allahu ka me dënu mas parihet në dunja, mas e ne edhe në ahiret. Inshallah Allahu dhul gjelal në arun. Edhe inshallah Allahu dhul gjelal në i shtrëngon që tokën e nuk në i dridh o vlezen. Se neve në u ka dridh një hetë në 63-ën. Edhe sot mohët men ajo dridhme e tokës. Ama kur ti vesh se pse a dridh në 63-ën, unë e për ju ka dzoj pse. Jam zatet njëherë me një musliman të mirë të Mitrovicës. E vlia njërë. Tha 2 javë, para se mu dridh, toka në Shkup. Pa ta shku edhe namaz sabahit, shko me një gjami, mshel. Shko në qëtër në gjami, mshel. Shko në qëtër në gjami, mshel. Këtë të më ka përci namazi sabahit, gjamia të ketë mshel. Tha sho zot, rujën për këti miletit se pas kanë largë. Tha hoqë, vallahi, mas 2 javë u bon qaj tërmet që ka bon. E kur gjamiat e muslimanëve të mshelën sabah, edhe nuk ka kush me falderu Allahun dhul gjelal e më madhnue, atëherë mështu i shka u bon. Se katastrofat na i bina vetë, edhe kiametin na i largojna vetë. Edhe për deri sa si përfaqin e tokës, ka njerëz të cilët thojnë Allah, vetëm fjallin Allah, shka e thojnë, nuk bon të kiameti. Ama kur të harrohen edhe këta njerëz, të cilët si përfaqin e tokës mësme pas, njerëz ka thot Allah, prit në kiametin. Inshallah Allahu dhul gjelal nuk na ban nasip me mërinja deregje. Por ajo më varet për neve. Për ata syje pra, sa ma tepër që jemi të fort në dinin ton,
qaq ma sevda dhe ma lumturi kena me pas në jetën tonë. Ama sa ma larg që jemi pi dinit, qaq ma vështirësi edhe kiameti kena me pas. Inshallah Allahu dhul xhelal na largon prej tinve.